Unë jam plagos në 97-ën, kam qenë 2 vjeç, edhe gjatë kohës që rritesha, i kam marrë plumë, ka përshuar pjesën e nofullës sipërme dhe i ka dalë pjesa e qafës. Edhe ndërkohë që rritesha, kam pas post-trauma nga ky lloj aksidenti ndodhur në 97-ën. Ka qenë incident? Po, aksidentale ka qenë, po. Edhe kam marrë unë një plumë në pjesën e fytyrës dhe mami im ka marrë 5 pluma, se unë kam qenë 2 vjeç në prenën e mamit, kam qenë në gji. Edhe të dy shpëtuam rregullisht mirë. Edhe gjatë kohës që rritesha, kam pas probleme shumë brapa. Dhe më është dashur të bëj 4 ndërhyrje kirurgjikale për pjesën e nofullës edhe të qafës. E fundit ka qenë në vitin 2016. Prapë e quaj vetëm me shumë fat sepse në 97 ka marrë shumë jetë dhe ka lënë shumë familje pa prind, pa kryefamiljar, pa fëmijë, më the tash, kupton. Prapë kjo ka qenë dhe shkaku që unë sot jam le të themi lidh çdo gjë në jetën time, lidh me caktimin e Zotit, e kupton, sepse është një mrekulli që unë kam has në jetën time dhe nuk ka shanse të jetë një rastësi e ndodhur nga hiçi.